Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum, mirë se takohemi së bashku për të realizuar emisionin Kolazh Javor. Do të fillojmë me dy përmbledhje të parë nga dita e hënë. Se çfarë vendosmërie kishte Muhamedi alayhi salam na tregoi Hoxh Enes Goga në emisionin Mëshira që mungon. Ai tha se njerëzit janë të suksesshëm nëse kanë dije, vendosmëri dhe ambicie. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata nuk e ndryshojnë veten e tyre, është ky ajeti kuranor të cilin e përmendi Hoxh Enis Rama gjatë emisionit Çka thot feja, duke trajtuar temën e edukatës, një temë të cilën do të trajtoj edhe në javën në vazhdim. Të ndjekim dy përmbledhjet e para për këtë emision. Aspekti i vendosmërisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ballafaqimin me çederët dhe të këqijat që e kanë ataku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aspekti paraprak për atë që folëm më herët ishte kur ballafaqohesh me momentet e vështira. Tani kur ballafaqohesh me të këqija, drejt për drejt, e keqja dhe çederi të prek, të atakon. Edhe ky është një moment i rëndësishëm ku shihet dhe del në pa vendosmëria, morali i fuqishëm, karakteri, bindja, këmbgulja, stabiliteti, forca e individit dhe e shoqërisë gjithsesi. Çederët dhe të këqijat të cilat e atakojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishin të gjitha natyrave. Më lejoni vetëm kalimthit përmendi disa të këqija që e atakonin dhe e sulmonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ofendimet, sharjet, shpifjet, akuzat, torturimet, maltretimet, shantazhet, propaganda, madje edhe deri të kanë provu edhe të bëjnë atentat dhe të vrasin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa një ditë ishte në Mekë, në Qabe, duke falur namazin. Paria dhe elita Mekës ishin po ashtu pranë Qabës. Një person e kishte prej një deve, shkojnë dhe e marrin ploncin e deves me krejt ato fllëtsira dhe pejgamberi alayhisalam duke qenë në sejdë ja hudhin mbi kokën e tij. Paria dhe elita Mekës qeshnin duke e përbuzur Muhamedit alayhisalam. Nuk po flasim për etiketimet. Deri sa kanë provu, tham, edhe të bëjnë atentat. Dhe është e njohur aleanca e tyre para shpërnguljes pejgamberit prej Mekës në Medinë, ku çdo fis e ka dhuruar nga një djalë të ri që të bëjnë atentat në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjitha këtyre çedereve dhe të këqijave u ka rezistu me një vendosmëri të pashoq, duke u tregu i vendosur gjithnjë në kauzën e tij, në parimet e tij, në principet e tij, pa marrë parasysh e keqja dhe çederi që mund ta godette atë dhe pa marrë parasysh natyrën e të keqes që e atakonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Kur erdhi momenti final dhe Allahu përfundimisht e bëri të ndaluar konsumimin e verës dhe të alkoholit, sa po zbriti ajeti dhe u përhap lajmi se Allahu e ka ndalu përfundimisht alkoholin, të gjithë besimtarët në Medinë e jetësuan këtë urdhër të Allahu te baraka wa taala. Nuk ka shku çdo njeri mu taku me pejgamberin dhe me e konfirmu rastin. Ka mjaftu vetëm me dëgju lajmin se Allahu ka ndalu alkoholin dhe të gjithë ju kanë nënshtru kësaj. Zatën dhe Allahu i ka lavdru dhe i ka jap komplimente shokëve të pejgamberit duke thënë se ata janë të edukuar në atë formë sa që ata përballë urdhave të Zotit është e njohur parulla e tyre, semi'na wa ata'na. Kemi dëgju dhe dorëzohemi.
I kemi dëgju urdhat e Zotit dhe u dorëzohemi dhe u nënshtrohemi urdhave të Zotit. Andaj kështu i edukoi Muhamedi alayhi salam shokët e tij në vendosshmëri dhe njëkohësisht që të jenë ambicioz, dhe ambicia është një element shumë i rëndësishëm e cila e nxit njeriu, e cila e inkurajon njeriu. Për ato shumica e shokëve të pejgamberit alayhisalam, ambicit atyre për xhenetin kanë qenë maksimale. Saqë njëri prej tyre, Anas ibn Nadri radhiyallahu anhu, para betejës, para se të fillon betejë e Bedrit apo e Uhudit, nuk jam i sigurt tani, mirë, po njëra prej këtyre dy betejave kishte pas në dorën e tij ca kokra të hurmave. Dhe filloi me i hongër ato hurma. Kur e hongër kokrën e parë, kur filloi kokrën e dytë, tha vallahi, tha, po më duket jeta e gjatë, tha se po e ndi erën e xhenetit pas kësaj kodre. Ambicioz. Të rishikojmë qëndrimet tona, të kontrollojmë edukatën tonë, dhe të shohim se aty ku jemi të mangët, ta plotësojmë, dhe të kuptojmë se për aq kohë sa kemi qenë të mangët në këtë rrafsh, për aq kohë kemi pasur mundësi, shikoj ndëruar, që dikujt të bëjmë pa drejt, mos të sillemi mirë, mos të jemi korrekt, e kështu me radhë të bëjmë padrejsi të shumta, të cilat ka mundësi të dim, e ka mundësi mos të dim. Çdo proces i edukimit dështon atëherë kur secili pret nga tjetri. Sikurse çdo projekt, paramendo për shembull të fillojmë ndërtimin e çfarë do lloj ndërtimi, projekti caktuar. Dhe askush mos të punon, të gjithë të rrinë, të presin çfarë po bën ai tjetri. Nuk ndërtohet kurrë. Gasaj thot pse më punu vetëm unë? Edhe ai duhet më punu. E pse vetëm unë më angazhu? Po edhe ai më angazhu e kështu me radhë. Andaj ne duhet të kuptojmë se përballë ndërtimit të shoqërisë kemi përgjegjësi të caktuar ne. Dhe për këtë përgjegjësi do të japim nesër llogari para Allahut azza xal. Po, edhe ai tjetri përballë neve ka përgjegjësi, dhe ai do të jap llogari për veten e tij. Andaj pse ta dëmtojmë ne veten tonë? Dhe t'ja vështirësojmë vetes tonë llogarin para Allahut azza xal, duke lënë anash përgjegjësinë tonë, nga sa ai tjetri nuk është i përgjegjshëm ndaj neve. Ai tjetri jap llogari për veten e tij. Andaj ne duhet të shikojmë se na çka kemi obligim. Me çka neve Allahu xhallahu na ngarkon. Kjo është puna jonë. Tjerat jashtë të kësaj mbeten çështje personale të çdo kujt tjetër. Nga se çdo kush e tregon karakterin e tij, e tregon sjelljen e tij, moralin e tij e kështu me radhë. Dhe ne e tregojmë. Selam aleikum. Aleikum selam tullah. Kam një pyetje. Po. E kemi një problem në familja. Po. E dim që babi e trason mamin. Edhe ajo e din, edhe për këtë gjë njihet shumë keq. Edhe sa vjen, domethënë për atje ku shkon, edhe nani në shumë keq. Brenga ime është amerikan me respektu që duhet ata, apo shka të bëjmë? Po, e qartë. Selam aleikum. Aleikum selam tullah wa barakatuh. Wallahi kjo është me shumë keqardhje jam duke pretu këtë që po ndëgjoj. Subhanallah. Njëri që ka fëmijë të kësaj moshe, kjo motër që telefonoj, kjo është e moshës pjekur. Me siguri baba e saj ka moshë. Në këtë moshë me trethu, gruan e tij me shku. Kjo është turp. Wallahi kjo është skajshmërisht e papranueshme. Pavarësisht me çka i mundot marrë së tu. Pavarësisht. Nuk ka arsye për këtë absolutisht askon. Por çdo qoftë është problemi i tij që e mirë me ta, ai s'na ka telefonu. Ne do më marrë problemin e kësaj motre dhe të familjes së tyre. Në qoftë se prindi bën kësi mëkati, padyshim se zbehet dashuria ndaj tij, zbehet respekt ndaj tij. Nuk mund ta respektojmë njësi dikush që padyshim është larg për këtyre punëve dhe kujdes për nderin. Por megjithatë, ai mbetet baba yt. Megjithatë, ai mbetet prindi yt. Dhe sikur se kanë fillim, ti e bën respektin tënd. Andaj, në qoftë se për shembull ka nevojë për ushqim, jep ushqim. Nëse ka nevojë me ala tishat, ja lan tishat. E tash,
muhabeti disponime kështu me radhë, nuk mundi me bo me zarë ato. Ka sërë çështja e zemrës. Po, nuk mundi bo keme dalë me te. Nuk mundi është mi ofru një ambient të gëzushme, disponum kur vjen. Këtë sën të bëni. Normal e kjo punë. Por obligime që kënë ati, po kryni. Obligime që kënë ati, kryni. Do me thonë, me alo teshat, me bogati ushqimin, që se smurët, më kujdes për te, gjitha këtu ne i bujmë. Nëse ne e krymë obligime që kemi ndaj tij. Nërsa ai pse se krynë, dhe në mënyrë të pandershme, ju nënçmon, është çështja e tij. Ai që atë punë që ai e bën, padyshim se është mëkat i madh. Por megjithatë që është mëkat i madh, nuk e anulon në tërësi të qenërit e tij prind dhe bab, nuk e anulon tërësisht. Po ajo merr shumë nga kjo, por nuk e anulon tërësi. Padyshim, sa i megjithatë mbetet baba yt, megjithatë mbetet prindi yt. Dhe mendoj se ndoshta inshallah me sjelljen e juaj, me njërin anë, por edhe me disponimin e juaj dhe mërzinë e juaj në tjetrën anë, mund të bëjë një presion mbi të që ai të mendon pak më mirë çfarë po bën. Që ai të hiq në rrugë. A gjithashtu pse nuk ulim me të me bisedu, pasi që nga kaq publike, kaq e dishme. Nuk zbulon diçka të pa zbuluar, që ka zbuluar kjo punë. Mund dhe mi thënë, me bisedu me të. Ndashtë të në zotë gjellëva këthejet. Dhe gjithashtu, shizën e rastin. Teje, nëse keni motër tjetër, ose vla tjetër, ose nëna juaj, lutë në Allah në gjellëva që Allah më dhëzu. Lutë në Allah në azogjel. Wallahi, ju keni vrej që unë shpesh herë, në shumë probleme të mëdha që janë në pikën e fundit të pikave të zgjidhjes që i ofrojmë, themi se bën dua. Lutë Allah në azogjel. Vazhdojmë tutje rrugtimin tonë të nderuar teleshikues në emisionin Kolazh Javor, se çfarë është koncepti lirive në Islam, foli Hoxh Talha Kurtishi të martën në emisionin Shekulli i Besimit, emision ky që vjen çdo të martë pra prej orës 19. Të ndjekim përmbledhjen nga ky emision tani. Biseda rreth lirive është bisedë e vjetër. Njerëzit janë emocionu, edhe i ka kap entuziazmi kur kanë folë për lirit. Në veçanti në një histori ku shpesh njerëzit janë privuar nga të drejtat elementare, kur u është privuar liria e tyre. Prandaj biseda është zhvilluar apo ka evoluar drejt asaj që sa më tepër të promovohet dhe sa më tepër të instalohet si një e drejtë e mbrojtur dhe e siguruar. Në të njëjtën kohë, vetë kjo bisedë për lirit apo lidhur me lirit e ka çu bisedën në një drejtim tjetër. Ai drejtim është se kjo liri nuk mund të jetë e pa kufizuar, nuk mund të jetë e pa rregulluar, nuk mund të jetë e pa vendosur brenda suazave që e kufizojnë atë. Sepse siç është thënë, liria jon përfundon aty ku fillon liria e tjetrit. Prandaj edhe ky koncept lidhur me lirit apo lidhur me atë që e nënkupton liria e ka një bisedë e cila në vetë ngërthen në dy çështje. Çështja e parë të insistojmë të mbrohen dhe të kultivohen, të avancohen aty ku nuk janë të avancuara, dhe në të njëjtën kohë të kemi parasysh që të vendosim kufit që e pengojnë që dikush tjetër të dëmton interesin e përgjithshëm apo të pengon liritë e të tjerëve me veprimet e tij. Prandaj Islami është ai i cili e vendos lirinë në atë brenda kufive të asaj që është logjike, duke hapur rrugën para atyre që dëshirojnë të realizojnë liritë e tyre. Ndërsa sa i përket çështjeve që nuk janë çështje fetare, po që kanë të bëjnë me ndonjë çështje jashtë dispozitave fetare, që nuk janë as të vërteta të prera islame, as që janë të vërteta deri tek të cilët kanë arritur njerëzit me analizën e tyre, me studimin e tyre, atëherë ati i lejohet që të shpreh mendimin e vetë, sikur se është rasti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili një herë kanë pyetur shokët e tij aty shurtojnë palma që të japin më tepër hurma në vitin e ardhshëm, dhe pejgamberi alaihissalam ju ka dhënë mendimin e tij që ta bëjnë atë të vepër, pastaj kur ka ardhur viti i ardhshëm, në vend se pas më tepër hurma ka pas më tepër, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thot atyre
Antum a'lamu bi amri dunyakum, ju më mirë se unë e dini çështjet e dunjas tuaj. Prandaj edhe në këto njeriu nuk duhet ta shpreh mendimin e tij apo të flet rreth çështjeve që nuk i din, por duhet të kufizohet brenda atyre çështjeve apo lëmive kur është i aftësuar edhe e din mirë se si duhet të flet sepse i ka analizuar. Prandaj liria në përgjithësi, në veçanti liria e të menduarit dhe të shprehjes janë prej të drejtave madhore që i pranon Islami edhe i vendos edhe i promovon. Pse? Sepse ato janë rruga se si njeriu e shpreh atë aspiratat e tij. Gjithashtu edhe është e nevojshme edhe si parakushte jetës në një bashkësi, në një shoqëri, sikur se është jeta sotshme. Prandaj ajo është prej llojeve më të rëndësishme të lirisë, me atë i hapet rruga njeriu që të mendon, që të analizon me mjetet e logjikës të menduarit që Allahu xhaleshanu ja ka dhënë. Emisionin duke kërkuar përgjigjen e realizuam me Hoxhën Alaudin Abazi, me cilin trajtuam pyetje të ndryshme të shikuesve tanë, të cilët na kishin shkruar në adresën tonë elektronike. Ndërkaq një çift ka shprehur dëshirën që në një jetimore të marrë një fëmijë për të arritur, e ata kërkuan nga Hoxha t'ua tregoj formën islame se si duhet të vepruar një veprim i tillë. Ndërsa namazi është lidhje direkte mes njeriut dhe Zotit, dhe kjo lidhje bën që njeriu të bëj pastrimin e shpirtit. Kështu tha Hoxh Ahmed Kalaja në emisionin e tij të së martës me temën dëlirësia në namaz. Që një familje t'i lejohet ta marrë një fëmijë të braktisur dhe me adoptim do thotë asaj fëmije të nënkuptoj edhe t'ja ndryshoj atij edhe emrin e babës, edhe prejardhjen, edhe të gjitha gjëra tjera ligjore zyrtarisht. Kjo është e ndaluar në Islam për arsye se me një fjalë, për me qenë shumë shkurt, është një lloj falsifikimi apo ndryshimi i identitetit të asaj fëmijëve. Me një fjalë, ai duke qenë një fëmijë i një familje apo një prindi të caktuar, një babë dhe një nani që kanë emër, pavarësisht a janë në jetë ata apo kanë vdekur, që dikush ta merr atë fëmijë dhe ta bëj fëmijë të vetin zyrtarisht dhe të thotë ky është djali im, dhe t'ja jap mbiemrin dhe t'ja jap emrin e tij edhe në letrat zyrtare, në certifikat e kështu me radhë, ky veprim do thotë nuk është në përputhje me mësimet islame, nuk lejohet. Ajo çfarë lejohet është për kujdesja ndaj fëmijëve, bonjakëve, duke mos ndryshuar identitetin e tyre. I marrim ata në familjet tona, kujdesemi ndaj tyre, sikurse prindrit, mirë po ai fëmijë posaçërisht kur fillon do thotë të vedisohet dhe është afër moshës madhore, duhet ta kuptoj se duhet ta ketë qartë se kush janë prindrit e tij origjinal, do thotë real. E mos të mendoj apo të imponohet atij pa vetdijen e tij që filani dhe filania janë prindrit e tij, dhe kështu ai të jetojë një moshë 10, 15, 20 vjet apo edhe më shumë, dhe herdo kurdo kjo zbulohet, pastaj ta kuptoj do thotë në një moshë shumë të madhe, dhe edhe psikikisht do thotë nuk është normale për njeriu do thotë që pas 30 viteve kur ka fitu përshtypjen se filani janë prindërit e tij, pastaj ta kuptoj do thotë që kjo nuk ka qenë e saktë. Prandaj sinqeriteti është i nevojshëm edhe në këtë raport. Pa elaboruar përmbajtjen e kësaj pyetje, për arsye se për mua nuk është shumë e kuptueshme sa është afërsia në mes të këtyre dy familjeve, pastaj rrethanat e kështu me radhë, praktika islame e kështu me radhë, neve themi se nëse një mashkull, respektivisht një femër, e ndin veten se mund të bijë në mëkat, provokohet dhe mund të bijë në mëkat në një shoqëri të caktuar, pavarësisht a është tek të afërmit apo në ndonjë ndaj e kështu me radhë, atëherë ai duhet i largohet asaj ndaje, qoftë edhe në shtëpinë e babait të saj dhe babait të tij.
jo do të thonë ndonjë vend tjetër. Për arsye se njeriu nuk duhet ta ekspozoj veten në një situatë që të bie në mëkat. Dhe për këtë rrethon ai duhet ti bëj do thotë këto veprime dhe në të kundërtën ka shpërblim për arsye se ai e ka mbyll do thotë një derë nga e cila ka pas mundësi do thotë të bie në mëkat. Dhe si zaventësim ashtu siç e përmend do thotë në këtë pyetje mund të jenë do thotë ose ndajat e ndara, mirëpo edhe nëse kjo nuk është zgjidhje, atëherë të jenë takimet jashtë shtëpisë asaj gruaje, qoftë do thotë në ndonjë vend i caktuar ku burrat rrinë veç dhe diskutojnë edhe rrinë duke mos ju ekspozu do thotë situatave të atilla që mund të njeriu të bie në mëkat. Zoti di më së miri. Ky namaz faktikisht buron nga zemra e njeriu. Dhe zemra bën kontaktin me Zotin Xhella Xhelaluhu, duke qenë pastaj zemra e besimtarit, ashtu siç e thot dhe vetë Zoti në Kur'an, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin. Deri në fund të ajetit, Allahu jep shembullin e zemrës së besimtarit. Zemra e besimtarit është si shembulli i një kandili i cili është mbushur me vaj ulliri i cili ndizet vetë vaj i shkëlqen pa pas nevojë për ta ndezur. Kështu dhe zemra e besimtarit kur komunikon me Zotin, kur lidhet me Zotin Xhella Xhelaluhu, padyshim që zemra e tij kthjellohet, padyshim që zemra e tij pastrohet, padyshim që njeriu çdo problem që mund të ketë, ky problem do t'i zhduket, do t'i shfaroset, jo vetëm kaq, po të këqijat që njeriu mund të ketë në veten e tij, të këqijat që njeriu mund të ketë në shpirtin e tij, problemet që njeriu mund të ketë në zemrën e tij, të gjitha këto në momentin që në zemër depërton drita e Zotit, normalisht që kjo zemër pastrohet, normalisht që kjo zemër rregullohet, normalisht që dëlirsohet shpirti i tij, pastrohet njeriu në të padukshmen e tij, duke qenë ai muslimani i mirë për cilin ka folur Zoti dhe ka folur i dërguari i tij, profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Një namaz i tillë e bën besimtarin ashtu siç thot Zoti në Kur'an, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Padyshim që namazi i vërtet e ndalon njeriu nga çdo gjë që është e fllihur dhe e shëmtuar. Një moment tjetër që ka të bëjë me namazin dhe parapërgatitjen e namazit është qëndrimi i njeriu në këmbë. Subhanallah. Çfarë edukate, çfarë mirësie, ndjesi. Muslimani nuk çohet në këmbë, nuk është në edukat në musliman të çohet në këmbë. Ama kur është puna për Zotin, çohet në këmbë. Sepse edhe kur ta takojmë Zotin në botën tjetër do të jemi në këmbë. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ky qëndrim në këmbë në jetën e kësaj bote e bën besimtarin të kuptojë rëndësinë e takimit me Zotin në botën tjetër. Dhe sa më i suksesshëm të jetë besimtari në qëndrimin e tij në këmbë në jetën e kësaj bote, do të jetë dhe varet prej kësaj suksesi i tij në botën tjetër. Prandaj, o besimtar, mendo kur falesh se përpara kujt po qëndron këmbë. Një moment tjetër që ka të bëjë me përgatitjen për namaz është niyeti ose qëllimi i njeriu. Çdo musliman në momentin që do të falet çon në mendjen e tij se çfarë do të bëj. Kjo gjë në gjuhën e fesë quhet niyeti ose qëllimi i njeriu. Qëllimi i njeriu është që t'i falet Zotit. Prandaj, ky qëllim duhet të jetë i pastër, duhet të jetë i çiltër, duhet të jetë i kulluar. Duhet të jetë me të vërtet për kënaqësinë e Zotit. E njëri i cili këtë adhurim e bën për hir të Zotit dhe për kënaqësinë e Zotit
dhe çohet për Zotin dhe lëviz për Zotin dhe bie në ruku për Zotin apo në sejdë për Zotin, normalisht që kjo energji do të ndikojë në përmirësimin e jetës së tij. Në emisionin Kam një problem kemi shkëputur problemin e një gruaje e cila kishte shkruar për burrin e saj, i cili në mënyrë të fshehtë kishte një grua tjetër dhe ka lënë anësh gruan apo familjen e parë. Le të ndjekim tani të nderuar televizionistë se çfarë përgjigje dha Hoxh Muhamet Dermaku në emisionin Kam një problem lidhur me këtë çështje. Në rastin konkret, këtu kemi të bëjmë me një martesë mashtruese. Burri është i obliguar që bashkëshortës t'i bëjë me dije se është i martuar. Dhe jo vetëm bashkëshortës të cilën martohet, pra bashkëshortës të dytë në këtë rast, por ai këtë gjë duhet t'ja bëjë me dije edhe bashkëshortës së parë. Kjo shikuar nga një vështrim në fillim të problemit duket se unë nuk po flas në mënyrë shkencore islame, por del se rregullat, dispozitat, vendimet sheriatike e vërtetojnë këtë që e thash. Sepse, jo që burri është i obliguar ta pyes gruan e tij për martesën e dytë, pra këtu, që të jemi të sinqert, nuk obligohet që ta bëjë një gjë të tillë. Por se është i obliguar ta informoj, kjo lidhet me çështjen e ndarjes së kohës. Pra ai tash e tutje më do të mungoj nga shtëpia e tij çdo dytën e natës. Çdo dytën e ditës. Dhe është shumë normale që për këtë të interesohet familja e tij e parë, gruaja e tij e parë, dhe të di se për çfarë arsye ky mungon tashmë çdo natë. Nuk ka nevojë që këtu të sajohen gënjeshtra. Ti thot asaj se unë kam hyrë në një punë si rojtar, e të ngjashme dhe të kuptoj ajo se tashmë është edhe një pagë më tepër. A në ndërkohë, ky personi, pra jo vetëm që nuk ka mundësi të sjell mjete më shumë në familje, por edhe ato mjete materiale që i ka tashmë detyrohet që t'i ndajë në dy pjesë. Kështu që transparenca është në esencë për gjëra të tilla është adresa e muslimanit. Dhe tjetrën anë, martesa me dy bashkëshorte, shikuar nga prizmi ligjor, edhe në vendin tonë, edhe në shtetet e ndryshme perëndimore evropiane, nuk është e lejuar me ligj. Pra që të njëjtën kohë në një kurort i ketë dy bashkëshorte një burr. Dhe nga kjo del se personi i cili martohet, pra këtë të drejtë e fiton vetëm nga sheriat, vetëm nga islam. Natyrisht atë këtë e bën, ose ai këtë e bën nga nevoja dhe duke i respektuar, po supozoj, parimet fetare sheriatike. Dhe nëse ai në emër të sheriatit, në emër të Allahut, ka lejuar, i është lejuar nderi i një gruaje, atëherë si mund që ai në emër të atij lejimi të përdor gënjeshtrën, tradhtin, mashtrimin e gjëra të ngjashme. Jo. Të gjithë ata që kanë një synim të tillë, duhet që të punojnë në shtëpitë e tyre, duhet që të angazhohen që këtë ta bëjnë me bindje të plotë e të mos binë në gracka të shejtanit, të mos binë në kurthet të shejtanit, që shkatrimi i të dy familjeve pastaj do të jetë shumë më afër dhe më i realizueshëm, ta quaj, se sa ndërtimi i njërës familje e prishjes së tjetës. E të mos flasim kur këtu nuk bëhet fjalë për ndërtimin e të dy familjeve. Dhe aspekti i ndarjes së kohës është më parësor që motra në fjalë ta ngrej si problem. Pra, mos interesimi i tij, mos ardha e tij ose ardha paraqitja e tij e rrallë te kjo bashkëshorte me cilën është martuar që një vit, ky është problemi më i madh se sa vet aspekti i financave. Sepse fundja ai mund të jetë edhe i varfër. Nuk dua të them se si i varfër është dash të marr guximin dhe të martohet. Kjo është çështja e tij. Ai do të shpërblehet respektivisht ndëshkohet për të.
Por në rast se ka ndodhur, megjithatë mund të jetë njeri i pasur dhe në gjendjen e tij sociale do t'i lejojë ta merrte një bashkëshorte, të martohej qoftë edhe me familjen e parë, por në ndërkohë gjendja e tij financiare mund të ndryshojë. Kjo nuk do të thotë se ai tashmë pas 10 vite martesë duhet ta shkurrëzojë gruan për shkak të varfërisë. Kjo mund të ndodhë edhe me bashkëshorten e dytë, edhe me familjen e dytë. Ne nuk ndërhyjm në këtë çështje. Por ndërhyjm te çështja fillimisht pra e ndarjes së kohës. Burri e ka obligim që kohën e tij në mes të bashkëshorteve ta ndajë në mënyrë shumë të barabartë. Vazhdojmë tutje këtë emision me një përmbledhje tjetër. Fjala e mirë dhe bujaria janë shumë të dobishme për njeriu dhe për një jetë të lumtur mes njerëzve. E kush ishte më fjalëmirë dhe më bujar se sa Muhamedi alayhi salam? E tillë ishte tema që trajtoi Hoxh Mustafa Tërmiqi në emisionin e Saitës Edukata që na duhet. Si vjen dhe ky hadithi, thotë a'udhu billahi minan nar, o Zot mruj mu nga zjarri i xhenemit. Edhe u drejtu sahabëve të nderuar, ittaqun nar, ruhuni prej zjarrit, mundoni të largoheni prej zjarrit, qoftë dhe duke dhënë një copë hurme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk tha jepni 2 kg hurma, apo jemi një qese të madhe me hurma. Thotë qoftë dhe një copë të vetme. Fjala copë këtu shik ka ardhur me kuptimin që asë një hurme vetme jo, sikur gjysmë hurme, apo një copë të vogël hurme që ndoshta dikujt mund t'i sjellë dobi, atëherë merre dhe jepe sadaka. Merre sepse kjo është diçka e shpërblyeshme te Allahu xhelle xhelalu, thot au bi kelimetin tayyibe, ose ndoshta me një fjalë të mirë. Një fjalë të mirë që njeriu ndoshta nuk i kushton rëndësi, mirë po te Allahu subhanahu wa taala ka një shpërblim tepër të madh. Atëherë mundohu ta fitosh xhenetin dhe të largohesh nga zjarri i xhenemit, qoftë dhe për një fjalë të vetme. Një hadith tjetër të Buhariu dhe Muslimit bashkë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kush ka besu Allahun xhelle xhelalu dhe ditën e gjykimit, ai le të flasë të mirën ose le të hesht. Dietarët islam, duke shpjeguar dhe komentuar këtë hadith që ne sapo e përmendëm, kanë thënë se punët ndahen në 3 lloje. Punë të cilat nëse ti i vepron do të shpërblesh nga Allahu xhelle xhelalu. Punë të tjera e kundërta e kësaj, nëse ti i vepron meriton dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Kemi dhe punë të ndërmjetme, ku ato nuk janë të mira, po ashtu nuk janë të këqija dhe njeriu nuk ka bërë niyet që të fitojë ndonjë shpërblim apo s'ka bërë niyet që mund të dëmtojë dikë me këto vepra. Atëherë këto janë vepra të ndërmjetme që hyn tek kategoria el mubah. Do të thonë nuk ka shpërblime dhe nuk meriton dënime, por është një kategori e mesme. Transmetohet nga Abdullah ibn Abbas i cili thot: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan." Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë njeriu më bujar nga të gjithë njerëzit e tjerë. Kush na dëshmon dhe fakton apo na tregon? Na lajmëron për këtë Abdullah ibn Abbasi, i cili e ka jetu shumë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe pse ka qenë fëmijë i vogël, ai mban mend nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç dihet fëmia mban shumë mend, thot inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ajwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë më bujari nga të gjithë njerëzit e tjerë, e në të njëjtën kohë ai ka qenë i tillë pra bujar, sidomos në muajin e Ramazanit. Pra gjatë gjithë vitit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë bujar, ka qenë fisnik, njëri me dorë hapur, u ka dhënë njerëzve sa herë që ka pas mundësi, mirë po këtë bujari e ka shtu akoma më shumë në muajin e Ramazanit, në muajin e mëshirës, në muajin e begatis, në muajin e madh dhe në muajin e shenjtë që ka dhënë Allahu xhelle xhelalu në krahasim me muajt e tjerë. Transmeton Jabir ibn Abdillah i cili thot: "Ma su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shay'in qattu faqala la." Subhanallah. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam asnjëherë ati nuk janë lutur njerëzit për diçka, ose më themi nuk i kanë kërkuar diçka, edhe ai ka thënë ja.
E transmetimet e tjera dihet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk kishte mundësi vetë të jepte diçka, u thonte sahabëve, u thonte Abu Bekrit, u thonte Umerit, a keni mundësi ta ndihmoni filanin, a keni mundësi, hajde të mbledhim diçka të japim filanit. Pra asnjëherë pejgamberi alaihi salatu wasalam nuk ka thënë ja. Ndryshe nga ç'tregohet nga njerëzit sot. Jo vetëm që mund të thonë nuk të jap, por ndoshta edhe mund ta ofendojnë njeriu, ndoshta mund ta largojnë njeriu, ndoshta mund ta shajnë njeriu dhe mund ta mallkojnë, thotë, ik prej meje, mos u afroma. Ik dhe largohu prej meje dhe mos shikoj më këtu për herë dytë. Pra tregoj një lloj arrogance, një lloj mendjemallësie. Po sikur Allahu xhelle xhelalu të sprovoj ty o njeri të biesh në gradën e tij, në sprovat e tij dhe të bëj Allahu xhelle xhelalu të shkosh kërkosh dhe të lypesh sikur ai njeri. A do i durosh ti fjalët e njerëzve të cilët do thonë ik dhe largohu prej meje? Andaj dhe njeriu do të jetë i dhëmshur, do të jetë bujar në dorën e tij nëse ka diçka për më dhanë, do të jetë bujar edhe në zemrën e tij. Dhe kjo lloj bujarie e bën njeriu të flasë me fjalë të mira. Edhe këtë javë të nderuar teleshikues filloi emisioni më i ri në PIS TV. Ky emision quhet O Biri im, për temat e të cilit do të përkujdeset Hoxh Othman Agolli, ndërkaq emisioni do të transmetohet çdo të jetë për orës 20. Përveç profetëve, Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur nga robërit e tij njerëz të ditur. Pra ka zgjedhur dietarët, të cilët, sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, janë trashëgimtarët e profetëve. Profetët nuk trashëgojnë dhe nuk lënë pas pasuri materiale, por se lënë pas diturinë që udhëroi Allahu subhanahu wa taala. Ai që merr këtë dituri ka marrë vërtet një dhuratë dhe mirësi shumë të madhe nga Allahu azza wa jall. Mes atyre njerëzve të cilët morën shumë nga trashëgimia e profetëve, ka qenë dhe Lukmani, Lukmanul Hakim. Sikur se thonë shumica e mufesirëve, Lukmani nuk ka qenë profet. Dhe kjo është një pyetje e ngritur prej kohësh dhe gjithmonë ka qenë objekt diskutimi mes dietarëve të tefsirit dhe të tjerë. A ka qenë Lukmani profet prej profetëve të Allahut subhanahu wa taala, apo ka qenë njëri besimtar i mirë, i urtë, dietar me rreth mësimeve të profetëve. E pra, shumica e mufesirëve janë të mendimit se Lukmani ka qenë një njeri i urtë, njeri i ditur, të cilin Allahu subhanahu wa taala e dalloi me mirësi të shumta, me dituri të madhe dhe me një urtësi të pakrahasueshme me njerëzit e kohës së tij. Madje Allahu subhanahu wa taala në disa ajete kuranore, madje një sure të plotë e ka quajtur me emrin e këtij njeriu të mirë dhe dietari të shquar. Pra sura Luqman. Pikërisht biseda jonë në këtë zinxhir emisionesh do të jetë pikërisht rreth këshillave të vëra që Luqmani i drejton birit të tij dhe nëpërmjet këtyre këshillave Allahu subhanahu wa taala na këshillon dhe neve. Prandaj robi duhet përpiqet vazhdimisht, duhet përpiqet me të gjitha forcat e tij për të rregulluar marrëdhëniet e tij me Allahun azza wa jall. Do të përpiqet robi që urtësinë dhe çdo mirësi tjetër ta kërkojë dhe ta arrijë me mënyrat që i ka përcaktuar Allahu azza wa jall. Për këtë na nxit dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur thot: "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz." Pra, ihris ala ma yanfa'uk, jepi rëndësi asaj që të bën dobi në dynjën dhe në ahiretin tënd. Të mos i lëm këto çështje kaq të vyra dhe të mrekullueshme të na shkojnë të na ikin nga duart. Do të përpiqemi të gjithë së bashku që të arrijmë urtësinë dhe çdo mirësi tjetër që arrihet me bindjen ndaj Allahut azza wa jall. Pra, ihris ala ma yanfa'uk, jepi rëndësi asaj që të sjell dobi, wasta'in billah, dhe mbështetju Allahut azza wa jall, dhe mbështetju Allahut azza wa jall. Wala ta'jaz, dhe mos u trego i pa fuqishëm, i pa Zoti për të arritur atë mirësi që është më së e mundur që të arrish. Pra, duhet përpiqemi dhe jo ta lëm dhe të themi që kjo nuk është pjesë e jona, nuk jemi ne nga ata që mund të arrijmë urtësinë ose çdo mirësi të Allahut azza wa jall. Asgjë nuk është e paarritshme. Sikur se transmetohet, Lukmani ka qenë rob, një rob zezak, me buzë të trasha dhe me këmbë të çara, sikur se e përshkruan Ibn Abbasi dhe shumë nga mufessirinët. Pra ai ka qenë një zezak dhe abd, ka qenë rob dhe punonte për zotërinë e tij. Dhe një ditë prej ditësh
dikush kolegu i tij bari i drejtohet dhe i thot: "A nuk je ti filani që ruaj delet me mua?" Atëherë çi ti që ka arritur këtë mirësi të madhe dhe këtë grad ndër njerëz, sa që njerëzit ulen dhe dëgjojnë për urtësive të tua. Çfarë të bëri të arrish këtë lartësi dhe këtë nivel kaq të lartë, ndërkohë që ne jemi koleg, ne jemi barin që të dy. Atëherë i thot Luqmanul Hakim, i thot: "Së pari, ajo që më ka ndihmuar ose ajo që ka bërë të mundur të jem në këtë nivel është qadarullah, është saktimi i Allahut subhanahu wa taala dhe mirësia e Allahut azza wa jall. Pra edukata me Allahun subhanahu wa taala. Çdo mirësi vjen vetëm prej tij. Është dhuratë e tij azza wa jall. Së dyti, sidqul kalam, pra është sinqeriteti në fjalë, të qenurit i çiltër dhe gjithmonë të thuash të vërtetën. Wa tarku ma la yani, dhe lënia asaj që nuk më intereson. Lënia asaj që nuk më sjell dobi në dynja dhe në ahiret. Subhanallahu, çfarë fjalë të mëdha, fjalë të mrekullueshme dhe nuk ka se si Allahu subhanahu wa taala të mos ia dhurojë urtësinë njeriu të tillë. Një emision tjetër i drejt për drejt u realizua të premten, që është pra emisioni Ecim së bashku, ndërkaq temë diskutimi me Hoxhën Ekrem Avdiu kishim paragjykimet. Ndërkaq në pjesën e dytë inkuadruam telefonatat të ndryshme të shikuesve tanë, të cilët paraqiten pyetjet e tyre. Të ndjekim edhe këtë përmbledhje. Aty ku flitet shumë për një gjë, sigurisht se ajo gjë është evidente. Neve jetojmë në një shoqëri ku flitet për paragjykimet, mirë po prapë mendoj nuk flitet mjaftueshëm, ose paragjykimet nuk trajtohen në masën sa janë evidente në shoqërinë tonë. Fatkeqësisht, ndoshta edhe rrethanat ndikojnë në formimin e mentalitetit mirë, po tek ne ekziston një mentalitet shoqëror ku paragjykimet janë prezente në masë të madhe, mos them dominojnë në mentalitetin tonë shoqëror, e kam fjalën. Dhe një njeri me pamje të caktuar, me veshje të caktuar, me kështu me radhë paragjykohet tek ne. Pavarësisht, e paragjykojnë për shembull ata që nuk janë fetar, e paragjykojnë një njeri me pamje fetare. Mirë po edhe e kundërta ndodh. Njerëzit fetar e paragjykojnë njeriu me pamje jo fetare. Si ndodh kjo? Do ta marr një shembull, ose dy shembuj konkret, prej të dy palëve nga një shembull. Kur e shohin një djalosh të ri me mjekër, ai paragjykohet si një ekstremist potencial, që është e padrejtë. Për arsye se praktikimi, aplikimi, jetësimi i porosive fetare në asnjë mënyrë nuk mund të jetë sinonim e as të jetë manifestimi i ekstremizmit. Ekstremizmi është tejkalimi i asaj çka është e drejtë, edhe që është e argumentuar, në rastin konkret nuk kemi kurfar tejkalimi. Në anën tjetër ndodh paragjykimi që disa fetar i paragjykojnë njerëzit që nuk janë fetar. E shohin një njeri, të marr një shembull, ndoshta është i pavend ose vjen keq ta them, mirë po ja. Një femër e cila nuk është e veshur sipas mënyrës islame. Dhe i dëgjojmë nganjëherë njerëzit duke e paragjykuar atë, madje edhe në moralin e saj. Gjë që është e padrejtë dhe e pavend. Për arsye se sikurse e dim, madje sipas vetë mësimeve fetare islame, morali është diçka e shenjtë e cila nuk bën të preket, nuk bën të cenohet. Madje mbetet njeriu, vazhdon të mbetet i moralshëm përderisa të mos konfirmohet me kritere shumë të rrepta se është i pamoralshëm. E ke çfarë jam duke thënë me këtë? Një njeri nuk bën të konsiderohet i pamoralshëm ose një femër e pamoralshme përderisa mungesa e moralit ose pamoralshmëria e tyre të mos konfirmohet dhe vërtetohet me kritere që vërtet është shumë vështirë që të përmbushen. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se Allahu i madhruar në esencë e ka promovuar shumë fuqishëm pafajësinë e njeriu, kushdo qoftë ai dhe në çfarëdo forme që mund të paragjykohet ose mund të përballet me akuza të qena ose të paqena. Pra njerëzit paragjykohen dhe paragjykojnë, prap po kthehem te fjala ime e fillimit, si mungesë e zemërgjërësisë. Respekti e kërkon që kur përmendet emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë ata që e dëgjojnë të çojnë salavat. A të thonë alaihi salam, a të thonë sallallahu alaihi wasallam, a të thonë Allahumma salli ala Muhammed,
këto format e shkurtra, ose ndonjë formë më të gjatë, nuk është më rëndësi. Më rëndësi është që ata në shenjë respektit dërgojnë salavat mbi të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë mua më kujtohen dy hadithe. Në njërin qëndron se është koprac ai i cili përmendem unë në prezencën e tij dhe nuk çon salavat, dhe hadithi i dytë në cilin transmetohet se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë 3 herë amin, dhe kur e kam pyet pse tha amin, thotë erdhi Xhibrili në njënën prej atyre 3 herave, më tha i raft hunda në tokë atij në prezencën e cilit përmendesh ti edhe nuk çon salavat. Ndërsa në mënyrën se si e parashtroi shikuesi pyetjen se a është e vërtetë se nëse nuk çon salavat ai në prezencën e cilit përmendet emri i dërguarit sallallahu alaihi wasallam, se nuk do ta shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, një gjatë tillë nuk e kam dëgjuar, nuk e kam të konfirmuar dhe si të këtill nuk mund ta pohoj. Të shtunën u realizua emisioni i dytë me radhë në kuadër të artit të ftuarit në Islam. Hoxh Sedat Islami foli për normat e thirrjes në Islam. Ai tha se duhet të kemi një edukat të mirë kur ftojmë në këtë fe të pastër. Ndërkaq pas kësaj përmbledhje vjen emisioni Rruga drejt Allahut, me çrast nikuqirët të këtij emisioni folën për një temë mjaft interesante, skenat e përjetimit të namazit. Muslimanët janë popull i zgjedhur dhe kjo përzgjedhje, kjo pozitë, ky privilegj që i është dhënë prej Allahut xhallahu ala, është i kurzuar do e mos me thirrjen këtë fe. Ose thënë edhe më mirë, ky ajet sikur ndalon besimtarin nga egoja, nëse ti ke gjetë vërtetën, nëse vërteta është në anën tënde, nëse ti ke siguruar se me këtë fe mund të shpëtosh, atëherë përse nuk thret edhe të tjerët që edhe atë të shpëtojnë sikur se ti? Përse nuk i thret njerëzit që edhe ata ta pasojnë të vërtetën? Pra, nëse dëshironi që ju të jeni më të mirët, që ju të jeni ose të realizonim këtë status të qenit populli më i mirë, ummeti më i mirë, atëherë detyrimisht duhet që të thretni fenë Allahut xhallahu ala. Duhet që të ftoni njerëzit në rrugën e Zotit, të urdhëroni për të mirë dhe të ndaloni nga e keqja. Allahu në Kur'anin famlar në aspektet gjuhësore i sjell disa ajete të cilat në formë urdhërore bëjnë ftesë për të thirrur në rrugën e Allahut xhallahu ala. Thot Allahu: "Ud'u ila sabili rabbik bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Fton në rrugën e Zotit tënd. Pra ka ardhur kjo shprehje në formën urdhërore. Fto, thirr në rrugën e Zotit tënd bil hikma, me urtësi, wal maw'izati al hasana, me këshill të mirë, wajadilhum billati hiya ahsan, dhe nëse polemizon me njerëz, nëse duhet që për të thirrur njerëzit në fe, për t'u kumtuar mesazhin e fesë, për t'u përçuar mesazhin e fesë, nëse duhet që të polemizosh me ta, atëherë polemizo me të mirë. Pra ajo që ne duhet bëjmë është ta kryjmë punën tonë, që të thrasim në fe, që të urdhërojmë për të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja, ndërsa të mos merremi me atë se njerëzit na pasuan apo jo, dhe në bazë të saj edhe të përcaktojmë intensitetin e veprimeve tona. Pra, nëse neve na pasojnë, do të thrasim. Nëse neve nuk na pasojnë, nuk do të thrasim. Kjo është e gabuar, është një gjë që besimtari nuk duhet ta bën. Imami Fahruddin Ar-Razi në koment të ajeti kuranor ka dhënë një shpjegim interesant. Thotë se ne muslimanët jemi të obliguar që të kumtojmë, dhe se Allahu xhallahu ala nuk do të na dënojë neve nëse njerëzit nuk e adhurojnë Zotin. Allahu nuk do të na dënojë neve nëse njerëzit nuk e adhurojnë Zotin, por Allahu do të na dënojë nëse ne nuk thrasim që njerëzit të adhurojnë Allahun xhallahu ala. Pra, nëse ne nuk thrasim në fenë e Zotit, ka një dallim të thrasësh dhe ka një dallim që njerëzit pasojnë.
Ne thrasim dhe mbështetim, kemi dëshirë që të gjithë njerëzit të udhëzohen, që të gjithë njerëzit na pasojnë. Por ja, nuk ndodh kjo, atëherë a nënkupton se besimtari duhet ta lërë thirrjen në rrugën e Zotit? Nuk nënkupton. Është keq kuptim dhe është keq interpretim i fjalës së Allahut xhelle wala. Ajo që Ibn Qayyim rahimahullah e quan skena e sinqeritetit apo mund të them edhe kuptimi i drejtë i sinqeritetit. Çka nuk kupton kjo? Në qoftë se unë për shembull nisem për të futur namaz dhe e ndezi këtë skenë me kuptimin e saj të drejtë. Çfarë më ofron kjo skenë e sinqeritetit? Unë jam duke shkuar në një vend ku do t'ja konfirmoj Zotit tim se unë e dua. Do t'ja konfirmoj Zotit tim se nuk kam Zot tjetër post tij. Do t'ja konfirmoj unë Allahut tim se ai është i vetmi që unë atij porulem dhe nështrohem. Apo, para tash ti bart një listë konfirmimesh, apo, dhe je nis me shku ka haj, apo. Nuk ke ku ta thua dikun tjetër. Nuk ke ku t'ja thua. Ndoshta je i zgënjur për shumë të tjerëve që nuk të kanë kuptuar, që ndoshta të kanë braktisur, ndoshta të kanë shqetësuar dhe i zgënjur nga e tërë masa të ngjallet një gëzim i brendshëm se kam një Zot unë edhe mos ju paqja juve. E kam një Zot unë që më kupton mua edhe nëse s'm kuptoni mua. Apo dhe me tërë këtë sinqeritet i drejtuar me zemrë vetëm nga Allahu xhallahu ala, i bindur se vetëm ai ka mundësi ta shpërblen, i bindur se vetëm ai ka mundësi t'ia falë mëkatet, i bindur se vetëm ai mund ta përkrah, mund ta kupton, apo para mendo kjo është ai sinqeriteti apo. Dhe unë po nisem sikur që për shembull njëri në këtë botë, edhe shembulli më i lartë akon Allahu azza xal. Mirë, po sikur njëri në këtë botë është i zgënjur atje, i shqetësuar këtu e kështu me radhë, dhe tashmë është nisur të taku me një mik i cili e din se posa ta sheh shkarkohet nga gjitha barrat. E mos tosin kur fillon të flet. A nuk është kështu për shembull dashuria mes dy të dashurve? Ata që duan mes vete, wallahi posa të shihen. Ndoshta harrojnë brengat, harrojnë telashet, harrojnë orën, madje çuditën si kaluan kaq orë e ne nuk e ndihem, apo. Po kjo është takimi me Allahun xhallahu ala. Nuk kemi më dashni se ai. Nuk kemi më dashni se ai. Andaj subhanallahu përpara për shembull selefi janë mërzitur pse po lind dielli ose apo pse po lind agimi, po përfundon vetmia e tyre me Allahun azza xal. Nga tash po futet koha sabahut, dhe në kohë sabahut tash do të jenë xhamat me xhami, në xhami. Tash do të jenë po nuk theta e privatësia. Sa njerëz nuk e ndin këtë. Absolutisht gjatë namazit përjetoj kënaqësinë më të madhe shpirtërore time. Dhe mbushem me kënaqësi të jashtëzakonshme dhe nuk mund të shpreh kënaqësinë që ndjej gjatë përjetimit të namazit. Përjetim namaz do të thotë afrim tek Zoti apo jo? Absolutisht po. Në radhë parë kam një kënaqësi shpirtërore që merr një intervistë për çështjen e Islamit. Unë për veten time jam shumë i kënaqur për fenë islame dhe kur vi mjesht dhe falem këtu në xhami, kam një qetësi shpirtërore dhe themi që kam plotësuar një nga detyrat e Islamit. Gjithashtu dhe kur vim gjatë ditës që falemi, ne kemi një kënaqësi të madhe sepse qetësohemi shpirtërisht. Dhe kjo që është një detyrë që në ka nevojë që kur ka dalë njeriu parë në botë, dhe kemi detyrë ne të respektojmë Allahun xhallahu, krijuesin e gjithësisë, edhe që ne kemi bërë detyrë për këtë. Edhe themi që gjithë muslimanët e rregullt duhet falen në xhamia, do të kenë një edukat njerëzore të rregullt, edhe jam shumë i kënaqur. Përjetimi në namaz është një ndjeçi shumë e veçantë. Domethënë duhet ta provosh, duhet falësh, domethënë që ta përjetosh vetë, se çdo të thotë domethënë se kënaqësinë që ndjen në namaz. Vetëm ai që e fal namazin, ai me të vërtetë ndjen domethënë se çdo të thotë namaz. Domethënë ka shumë njerëz që ju bëjnë këto pyetje, ju që shkoni në xhami, çfarë ndjeni në namaz? Duhet vish që ta provosh, të paktën qoftë një xhumë, njeriu do të vijë në xhami që ta ndjejë vetë, domethënë, atë kënaqësinë shpirtërore edhe atë qetësinë që ndjen në namaz në xhami.
Se ka po shkon familja kosovare na treguan Hoxh Fadil Musliu dhe sociologu Fadil Maloku, që të dy protagonistët mendojnë se gjendja e shoqërisë dhe familjes ka qenë më e mirë para luftës, por ata nuk janë kundër ndryshimeve pozitive. Sidoqoftë, ata mendojnë se gjendja e familjes kosovare për momentin lë për të dëshiruar. Është vështirë me përballue në ndryshim kaq rrënjësor. Se është e vërtet që popujt e rajonit, popujt e Evropës kanë ndryshuar dhe ata. Mirë po, ato që i kanë bo ata për 50-60 vite ose 100 vite, kosovarët dhe familja kosovare ka shkue me një hap apo me hapa ashtë shpejt, so që e ka shërregullu ekuilibrin e familje. Sepse një gjë kur vjen shumë shpejt edhe mirët në mënyrë të verbër, duke imituar ndonjë popull tjetër, ndonjë kulturë tjetër apo ndonjë fe tjetër, ajo është e papërballueshme. Dhe nuk mund ta perceptojnë apo nuk mund ta konceptojnë të gjithë atë ndryshim aq të madh që është bë. Andaj mbes me shpresë, edhe më mban shpresa se në të ardhmen e afërt shoqëria jon, familja kosovare do të gjej veten në shoqëri dhe do t'i stopoj këto trendet e ndryshimeve me hapa të shpejt. Dhe nëse ndalemi tek ndryshimet, ajo që na bën përshtypje dhe ajo që na bën të ndihemi keq, është se janë bën ndryshime jo për mirë, po janë bën shumë ndryshime për keq. Nuk do thotë kjo se nuk janë bën ndryshime të mira, sepse nëse ndalemi në disa sfera të jetës, e shohim se familja kosovare ka bërë ndryshime të mira, ndryshime pozitive, të cilat janë të dobishme për familjen, të dobishme për vendin dhe të dobishme edhe për shoqërinë në përgjithësi. Mirë po, kur të krahasojmë ndryshimet jo të mira, jo pozitive, me ato pozitive e shohim se ato mbesin të pakta ndryshimet pozitive, ndryshimet e mira. Familja në Kosovë definitivisht duke imituar të vlera edhe këto vlerat negative, kisha me i thonë, është në krizë, për shkak se nuk po mundet me i bo rezistencë këtij erozionit të kohës edhe këtyre trendeve të ashpra të globalizmit, kisha me thonë, pra trendet të zhvillimit ekonomik është në krizë, sociale, dhe me thonë, është në krizë morale, po unë do të thoja që kriza kulturore, si një zinxhiri fundit kështu, në qoftë se mund ta shuaj, është pengesa e fundit, por në fakt me u bë ashtu qysh dikush apo trendet apo si janë trendet aktuale në shoqëritë më moderne. Unë mendoj që kjo shpejtësi për të imituar të tjerët, në fakt ka me pas edhe çmimin apo kostën e vet. Kosta mund të jetë edhe po shohim për çdo ditë zbehjen e relacioneve mes të antarëve brenda një familje, një barku të nonës, si themi, që në fakt është na çon ka një huajsim ku pa dashtas ndoshta duke dashur që t'jem në kuptimin më shpreh me këtë gjuhën e teknologjisë informative, atëherë ne faktikisht i arrim disa standarde në jetën sociale, por në fakt në jetën emocionale, kur jem tek institucioni i familjes, krijojmë probleme të natyra të ndryshme, të cilat mund të shuhen si çmimi është, domethënë, tek rritja e divorcit, që është evident. Kjo ishte përmbledhja e fundit të nderuar miq që realizuam në kuadër të emisionit Kolazh Javor. Faleminderit që na ndoqët, mirë takofshim herëve të tjera. Selam aleikum.